Dhe me gjërësisht në lidhje me këtë çështje, do të diskutojmë me zotin Geron Kamberi, ekspert për integrimin, njohës shumë mirë çështjeve gjeopolitike. Profesor Kamberi, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Si e cilësoni këtë vendim të kuvendit? Sigur se ndoqëm nga kronika, dje me votat e shumicës, u shpall Irani shtet financues i terrorizmit. Jemi të dytët pas Shteteve të Bashkuara. Risia do të thoja në këtë zhvillim që ju përmendët pak më parë, nuk ka të bëjë thjesht me shpalljen si organizatë terroriste të Gardës Revolucionare të Iranit apo të Hezbollahut si grup i cili bën politikë pro-iraniane në Liban, por shpallja e Iranit të shtet terrorist, sepse përgjithsisht në praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare kur një shtet me një shtet tjetër, si thua, shkalon në cilësime të tilla, niveli i marrëdhënieve përshkallëzohet në një hapësirë krejtësisht tjetër, qoftë për nga identifikimi, por qoftë edhe nga reagimi ose kundër reagimi që pritet. Shqipëria për izë vërtetës që prej 20 shtatorit të vitit 2022 i ka ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin pas sulmeve kibernetike dhe natyrisht Shqipëria në momentin që ne po flasim prej 4 vjetësh nuk ka asnjë marrëdhënie me Iranin dhe brenda kësaj logjike si thua mund të justifikohet edhe ky përcaktim që Shteti shqiptar, Parlamenti shqiptar bën për Iranin, duke qenë se arsyeja mbi cilën u ndërpren marrëdhënien diplomatike në 2022 ishte pikërisht akuza që u bën nga Shteti shqiptar i Iranit për një sulm kibernetik. Dhe në kuadrin e luftës asimetrike që ne njohim sot, ku nuk ka më e nevojshme që të vish me ushtar apo me trupa për të sulmuar një vend tjetër, Shteti shqiptar ose Parlamenti shqiptar gjykoi që të rreshtohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin në këtë luftë që ka nisur tashmë në lindjen e mesme për të përballuar Iranin, veçanërisht kapacitetin e saj bërthamor dhe për të shkuar drejt një ndryshimi regjimi, i cili që prej 11 shkurtit të vitit 1979, kur ndodhi revolucioni në Iran, Irani qeveriset tashmë në një formë krejtësisht tjetër nga ajo që ka qenë monarkia paleviane, por kemi një monarki tashmë që drejtohet nga liderët fetar, nga lideri suprem Ayatollahu, dhe gjithë struktura e shtetit iranian është në funksion të kësaj logjike. Për të rikthyer, si thua, pyetjes tuaj të parë, Shqipëria natyrisht mund të përbëj lajm që është një shtet i vetëm po thuar që bën këtë përcaktim kundrejt Iranit, pavarësisht se nuk ka marrëdhënie diplomatike. Që ka marrë të njëjtin vendim është në luftë me Iranin. Pikërisht. Dhe mos është për te mundësive tona një vendimi tjetër. Shqipëria gjithmonë ka qenë pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur ajo ka ndërmarrë veprime të kësaj natyre dhe si thosh aleanca strategjike që ka Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qofse të përdorej krahasimin gjatë asaj martesë ose që lidhet në kish, ku betimi është që duhet i gjendesh pranë qoftë në të mirë dhe qoftë në të keq. Dhe po risjell një shembull nga lufta në Irak, ku bën ndërhyrje amerikane në vitin 2003, shumë prej vendeve europiane ishin kundër kësaj ndërhyrje, e kundërshtuan Franca, Gjermania, Italia, madje dhe Anglia, opinioni publik ishte kundër. Dhe në atë kohë, nëse ju kujtohet, ka qenë një artikull, një editorial në gazetën Boston Globe nga ish-kryeministri i atëhershëm shqiptar Indieri Fatosnano, i cili i kujtonte Europës që nuk duhet të harronte kontributin që kishin dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta çliruar atë nga pushtimin nazist. Dhe një rikujtesë e tillë nga një vend i vogël që ishte aleat i Shteteve Bashkuara të Amerikës, natyrisht mund ngjallte një lloj nervozizmi brenda vendeve të Bashkimit Evropian, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës ajo ishte shumë e mirë pritur. Dhe ajo pastaj bëri të mundur edhe rifillimin e procesit të kartës Adriatikut, ku ka qenë vizita e sekretarit Amerikan Shtetit Colin Powell dhe sekretarit Amerikan Mbrojtjes. Pra, Shqipëria në këtë kuptim nuk besoj se lot ose po luan një lojë që nuk e ka bërë dhe më përpara. Në kuptimin lojë nga pikpamja e veprimeve diplomatike për kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, ka një vazhdimsi, qofse do të thoja është e vetmja politik e vazhdimësisë në këto 35 vjet ka qenë ajo që lidhet me marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesa e integrimit evropian deri diku. Sërish për sa i përket marrëdhënieve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne thamë që
shteti tjetër i cili e ka shpallur Iranin, shtetin e Iranit financues terrorizmit, janë pikërisht Shtetet e Bashkuara që janë përfshirë në luftë. Si është marrëdhënia në anën tjetër flas gjithmonë politike mes Iranit dhe Izraelit? Po, përse përket marrëdhënies midis Iranit dhe Izraelit, marrëdhënia e tyre ka lëvizur përgjatë historisë. Irani, për hir të një lloji do thoja ironie të historisë, është vendi i parë që ka njohur Izraelin në atë kohë, në 15 maj të vitit 1948, pra bashkë me Turqinë dhe Etiopinë ishin 3 shtetet e para që e njohën Izraelin, ndërkohë që shtetet arabe menjëherë filluan atë që quhet lufta e parë arabo-izraelite me 16 maj të vitit 1948. Pra, dhe kjo situatë, kur e shikon situatën sot, duket pak sa habitshme që shtetet arabe të gjirit janë në këtë anë, por historia shpesh ka plot ironi brenda dhe duhet mësohesh me të aq më tepër në një rajon të tillë siç është lindja e mesme. Kryeministri në atë kohë i Izraelit Ben Gurion pat miratuar një strategji që e konsideronte ose emërtonte si aleanca e periferive, që nuk kuptonte që të kishte afër të paktën Iranin, Turqinë dhe Etiopinë, që ishin 3 shtetet e para që njohën Izraelin përkundrejt bllokut të shteteve arabe që kundërshtuan me forcë krijimin e shtetit Izraelit në atë kohë. Natyrisht, historia është rikthyer tashmë në anën e kundërt. Ta shikojmë sot është komplet e kundërta. Sepse me 11 shtator të vitit 79 pas revolucionit në Iran, liderët e ri të Iranit e kundërshtuan ekzistencën e shtetit Izraelit, madje ka pasur dhe deklarata, po fetva që quhen, pra në gjuhën fetare, të cilat e shprehin kundër ekzistencës së shtetit Izraelit, dhe kjo vetvetiu krijoi këtë lloj qasje të Izraelit përkundrejt Iranit. Pra, Izraeli e shikonte Iranin si kërcënim, përsa kohë që Irani kishte hequr njohjen ndaj atij shteti, dhe mbështetja që ofronte Irani qoftë për grupet pro-iraniane në Liban, në Siri, dhe veçanërisht grupit të Hamasit në rripin e Gazës, i dha të kuptoj Izraeli që tashmë kërcënimi po zhvendosesh, dhe e gjithë politika e Izraelit pas viteve 80 mëtej u rikthye kundër Iranit, duke e konsideruar të një rrezik ekzistencial. Dhe gjithë strategjia e sigurisë e Izraelit për gjatë kësaj kohe ka qenë e tillë, dhe madje ne po flasim për këtë periudhë që ka nisur konflikti, por dhe më përpara aviacioni izraelit, për shkak se ka një epërsi përkundrejt vendeve të tjera, ka bërë sulme në atë që quhet kuadri i strategjisë ose doktrinës parandaluese ndaj impianteve bërthamore në territorin iranian. Ndërsa tashmë jemi në një fazë krejtësisht tjetër të luftës. Vendimi, mendoni, zoti Kamberi, se ishte i koordinuar mbase jo, por i konsultuar edhe me partnerët me Shtetet e Bashkuara mbase, por edhe me të tjerët në NATO? Si që dini, jo më larg se para disa ditësh ka pasur një kablogram nga Departamenti i Shtetit në gjithë ambasadat Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u kërkonte diplomatëve amerikan në këto vende që të bënin përpjekje që pranë vendeve ku ishin ata të dëshuar, ato vende të mbështesnin, pra të merrnin iniciativa politike për të mbështetur këtë iniciativë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit përkundrejt Iranit, sepse siç e keni vënë re, ka një ndarje të dukshme të opinionit publik ndërkombëtar dhe atij diplomatik përkundrejt kësaj qasje, madje edhe vetë brenda aleancës së NATO-s, ku Shtetet e Bashkuara është vendi kryesor, siç e keni vënë re, ka pasur deklarata dhe kundër deklarata. Madje edhe kancelari gjerman Merz, jo më larg se ditën e djeshme, deklaroi që kjo është një situatë që nuk mund zgjidhet nëpërmjet luftës, po përmes diplomacisë. Pra ka dukshëm një qasje të vendeve kryesore, të cilat nuk janë dakord me këtë qasje që ka zgjedhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit përkundrejt Iranit. Dhe kjo ka bërë të mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit të kërkojnë të zgjerojnë rrethin e aleancave edhe të vendeve që mbështesin këtë iniciativë. Natyrisht Shqipëria në këtë rast, se thua, bën atë që di të bëjmë. Deklaratat kemi në dorë. Di që të bëjmë më mirë, të rreshtohet përkundrejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër partneritetit strategjik, siç e përmenda pak më parë. Shqipëria ka bërë disa lëvizje, do të thotë të guximshme, qoftë marrja e iranianëve e grupit MEK që erdhën në Iran, qoftë ujgurëve në atë kohë, ku asnjë prej vendeve nuk guxonte të bënte veprime të tilla që i përplaste me vende me peshë, siç ishte Irani apo Kina. Dhe natyrisht
kjo besoj gjëja më e lehtë që ka bërë Shqipëria përkundrejt lëvizjeve tjera që në ato kohë u konsideruan lëvizje të guximshme nga pikpamja diplomatike. Megjithatë ekspozohemi, zoti Kamberi, flas jo në aspektin e sigurisë se mund bombardohemi nga Irani, sikur se deklarohet shpesh nëpër panele, sepse një raketë që të vi nga Irani në Shqipëri kalon shumë territore ku ka sisteme mbrojtëse, por jemi të ekspozuar për shembull nga sulmet më të ashpra kibernetike. Pjesa e vlerësimit të sigurisë ose kërcënimeve të sigurisë kur ndërmerren veprime të tilla, natyrisht u takon institucioneve ligjzbatuese të shtetit shqiptar në koordinim edhe me partnerët e aleatët ndërkombëtar. Kjo do të toja besoj shumë vonë për ta bërë këtë pyetje tani. Këto pyetje bëhen para se ndërmerren veprime ose iniciativa të tilla nëse politik bërësit i konsiderojnë si lëvizje të forta politike që ngjallin interes, dhe besoj institucionet përkatëse e kanë bërë këtë vlerësim të kërcënimit ose të rrezikut që mund vi nga veprime të tilla, dhe pastaj realiteti do t'rregojë se sa të aftë ose të paaftë kanë qenë për të vlerësuar rreziqe të tilla. Ndërkohë, zoti Kamberi, aty ku po ndodh konflikti, pse mendoni që ju e përmendët pak në fjalën tuaj çështjen e NATO-s dhe edhe kontradikta ka pasur nga vetë presidenti amerikan, ai kërkoi ndihmën e aleatëve, kur mori një përgjigje negative, pastaj tha që nuk është se kishim nevojë, thjesht donim të provonim gatishmërinë e tyre. Mos është fakti që Izraeli mbase e troqën në një konflikt Amerikën dhe Amerika u fut në këtë konflikt pa u konsultuar me partnerët në NATO të paktën? Ky është përfytyrimi ose si thua interpretimi që i bëhet e kësaj lëvizje, por në raport me zhvillimet në teren, zakonisht ajo çfarë po ndodhi gjatë zgjedhimit të foljes fitoj, që herë zgjedhohet në kohën e tashme, herë në kohën e pakryer, herë në kohën e ardhshme. Kështu që edhe kjo tregon dinamikën e konfliktit që po ndodh në këtë rajon. Ishte parashikuar dhe e pritshme që Irani nuk do ishte as Afganistani, as Iraku, as Libia, apo as Siria, nëse do të përmendim disa raste të ngjashme, për një arsye shumë thjesht, për shkak të masisë të territorit, masisë të popullsisë dhe për vetë faktin që Irani, që prej momentit që ka ndrodhur revolucioni në Iran në 11 shkurt 79, e cili ka qenë një konflikt të hapur me pjesë më të madhe të botës perëndimore dhe kryesisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, ka krijuar një mënyrë përshtatje institucionale, ekonomike, politike, ushtarake, duke zgjedhur aleanca aty ku është e mundur, sepse duhet kemi parasysh Irani dhe për shkak të besimit që janë shumica shia nuk ka marrëdhënie me botën arabe, pra është i izoluar. Siria që ishte një aleat tashmë nuk është më, pjesa e grupimeve të tij në Liban, në Palestinë apo në Yemen tashmë për shkak goditjeve që janë bërë, edhe ato janë dobësuar, kështu që të vetmet aleanca që kanë mbetur Iranit, tashmë të dukshme, janë Kina dhe Rusia, por edhe ato po ta keni vënë re, po lëvizin me shumë kujdes në këtë mbështetje që po i ofrojnë Iranit të periudhë, besoj një nga periudhat më të vështira që po kalon qeveria e Iranit që pas revolucionit të 11 shkurtit 79. Edhe po të shohim edhe hartën, në aspektin gjeografik është si një fortesë e rrethuar, anë mban me male që në skenarin më të keq të mundshëm, një ndryrje ushtarake toksore, do të ishte thuajse i pamundur për të pasur sukses. Mbase mund të jetë një skenar Vietnami mbase. Ka plot ide, parashikime, si thua, shfilloj nga ato më entuziazme deri nga ato apokaliptikët, sepse zakonisht rajoni lindjes mesme, edhe për shkak të historisë të tij ka treguar që kur sulmon, shpesh të ofron një ftesë për kaos në vend të ftesës për të vënë rregull mbi atë që e konsideron kaos. Kështu që edhe në rastin e Iranit, tani për tani, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli që janë përfshirë drejt për drejt në këtë konflikt, po përpiqen ta zgjidhin situatën nëpërmjet një strategjie që konsiderohet si thua shkëputja ose kputja e kokave të drejtimit, pra të qeverisë, në një pjesë, dhe nga ana tjetër goditja e pozicioneve strategjike të Iranit, qoftë burimeve energjetike, qoftë atyre ushtarake, qoftë impianteve bërthamore. Por eksperienca ka treguar që Irani, siç e përmenda pak më parë, ka qenë i parapërgatitur
gjithmonë kur m'ngul kjo pjesë, sepse shpesh ndjehet një lloj kështu mënyre interpretimi që Irani po reagon në mënyrë kaotike. Nuk duket e tillë mënyra e reagimit të Iranit, kush ka parasysh edhe goditje që ka bërë ka qenë jashtëzakonisht i para përgatitur sepse e ka ditur. Që do vinte kjo ditë. Patjetër, po të shikosh edhe mjaft lëvizje, qoftë negociatat diplomatike që han bërë, qoftë për faktin që ata ishin mjaft bindur që presidenti Trump, i cili ishte ai që hoqi mbështetje nga marrëveshja 14 korriku 2015 në 6 majt të vitit 2018, ajo tërhoq nga marrëveshja në mënyrë të njëanshme. Po, marrëveshja bërthamore. Pikërisht dhe ata e dinin që rikthimi i presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, natyrisht do të kishte një qasje shumë të ashpër përkashi Iranit. Kështu që besoj edhe mënyra se si po reagon Iranit tregon që nuk ka qenë i papërgatitur. Natyrisht pjesa kapaciteteve që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, qoftë ato të inteligjencës apo ushtarake, nuk mund të kapërcehet nga një vend i cili, që thash, ka 50 vjet në embargo. Kishte llogari jo të sakta në fillim të konfliktit, zoti Kamberi, sepse u tha që lufta do të përfundojë shumë shpejt, pastaj u tha që do të shkojë jo më shumë se 4 javë, por jemi sot në ditën e 18 mbase, 18. Qofse do të përdorja një shprehje të Andreotit, i cili thoshte ndonjëherë është më vështirë parashikosh martesën, jo më pastaj luftën. Kështu që pikpamja luftat janë vështira të parashikohen, sepse nisen me disa premisa në tavolinë dhe pastaj realiteti mund të krijojë një situatë krejtësisht tjetër, pavarësisht se ka për llogaritje, natyrisht është bërë një vlerësim për kapacitetet e tjerë, por natyrisht sepse edhe shkalla e informacionit është gjithmonë deri në një nivel të caktuar. Pavarësisht të rolit që luajnë shërbimet inteligjencë për të marrë informacione apo për të kryqëzuar informacion nga burime të ndryshme, gjithmonë në rastin e luftës është dhe një faktor tjetër psikologjik që nuk mund ta përllogarisësh, që është reagimi i masës apo dhe mënyra se si sillen njerëzit në luftë për kundrejt një sulmi. Disa mund ta konsiderojnë si çlirim, disa mund ta konsiderojnë si pushtim, disa mund ta konsiderojnë si ndërhyrje, si kundërvënie. Kështu që kjo vetvetiu e përkeqëson shkallën e parashikimit dhe ato që mund të ketë qenë mbi tavolinë shumë e lehtë në terren mund bëhet shumë e vështirë. Dhe duket se këto sulme e kanë bashkuar popullin e Iranit, sepse një ndër shpresat ishte që populli pas sulmeve të ngrihej dhe ta merrte në dorë fatin e tij. Por kjo nuk ndodhi, populli me të paktën me çfarë shohim se është edhe blackout për sa i përket informacionit, populli po e mbështet regjimin aty. Mbi të gjitha është momenti hutimit. Se thua edhe do të mërisht bombardimet vazhdojnë, Irani bombardohet çdo ditë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Izraeli, sot ka pasur një bombardim të një ishulli shumë strategjik që është ishull shkëmbor afër ngushticës së Hormuzit, kur është instaluar një pjesë e implantit raketor të Iranit, kështu që pa folur bombardimet që bëhen mbi Iran, po edhe bombardimet që bën Irani në vendet e gjirit dhe mbi Izrael. Izraeli ka kohë që është nën efektin e bombardimeve dhe sulmeve raketore të Iranit, pavarësisht efektit që ka kupola hekur të mbrojtja raketore. Shumë zona në Izrael janë patjetër. Dhe kjo është, si thua, strategjia e luftës që po ndiqet deri tani. Kush do jetë më i aftë të shkaktojë më shumë lëndime e njëri tjetrit, derisa të vijë ai momenti që dikush të thotë që mjaft dhe le të rikthehemi tavolinës. Por kjo duket tani për tani edhe Irani për habim mbase nuk po kërkon negociata. Thotë ne do të vjojmë të luftojmë sepse jemi përgatitur për këtë ditë. Kjo është ajo që se thua vërteton atë që po thoja pak më parë, deklaratat e liderëve iranian e vërtetojnë. Këtë natyrisht ishte një deklaratë shumë interesante e ministrit jashtëm Abbas Araghçit të Iranit, i cili thoshte ka qenë një keq llogaritje nga ana e Shtetit Bashkuar të Izraelit, që me vrasjen e liderëve kryesorë të Iranit, Irani do të shpërbësh, ne ishim përgatitur që të kalojmë atë që është quajtur strategjia mozaik, pra mund të presësh kokat, pra nëse strategjia oktapotit për të prerë kokën dhe për të paralizuar lëvizjet, Irani është kundër përgjigjur me një strategji mozaiku, pra ku qendra të ndryshme komande të ushtrisë arrin të reagojnë dhe të kundërreagojnë
dhe sulmeve që bëhen ndaj vendeve të gjirit, bazave amerikane në rajon edhe Izrael. Interesante ishte dhe pavarësia se si funksiononte garda revolucionare në të gjithë territorin e vendit, edhe nëse nuk ishte një komando, ose nëse nuk ishte një organizim nga kreu, ato vjonin, funksiononin sërish në mënyrë të pavarur. Dhe natyrisht Irani ka ndërtuar dhe një strategji ushtarake të programit raketor në mënyrë që raketat të prodhohen me një kosto shumë të lirë, raketat dhe dronët, të cilat jenë të afta që nga sistemet antiraketore dhe interceptuese që janë shumë të kushtueshme, pra raporti tjetë i drejt. Pra në qoftë se një raket ose një dron që vjen nga Irani është me një kosto shumë të lirë. Droni kushtonte $50.000, raketa $4 milion që rrezonte dronin. Pikërisht. Dhe kështu që është dhe një luftë nervash, do të thoja, për të parë se çfarë raporti do të sjellë ajo mes forcave, por veçanërisht në objektivin kryesor që ka lufta. Objektivi kryesor i Iranit është të rezistojë, ndërsa objektivi kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, ndryshe Izraeli ka ende më të fort qëllimin, Izraeli kërkon ndryshim regjimi në Iran, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë që Irani të rikthehet në tryezë dhe të pranojë kushtet që të vendosen nga Shtetet e Bashkuara. Dhe për sërish ministri i jashtëm ka thënë që për gjatë negociatave raundit të dytë përpara se të fillonin sulmet, sepse ata ishin negociata me Shtetet e Bashkuara, ne ofruam edhe sasinë e uraniumit të pasuruar 60%, 430 litra. E ofruam edhe atë për Shtetet e Bashkuara, por për abi sërish u gjendën në sulme. Pra, mbase qëllimi është ndryshimi i regjimit dhe jo ajo sasi e uraniumit. Ndryshimi i regjimit besoj është objektivi kryesor, sepse edhe për shkak se nga kjo periudhë, nga viti 79 deri tani janë ndryshuar disa president, por roli i presidentit në Iran është i papërfillshëm. Është lideri suprem, dhe lideri suprem nga ajo periudhë ky ishte lideri i dytë, Ali Khamenei, sepse sipas ligjit në Iran, lideri suprem ndryshohet ose kur ndron jetë ose kur largohet. Pra ka një pushtet jetë gjatë, do të thoja, deri në momentin që ai, si thua, ose heq dorë individualisht, në një farë mënyrë si papa. Po pak a shumë, pse është një pushtet, si thua, i cili buron nga e drejta hyjnore, siç janë zakonisht pushtetet të tilla në vende që ushtrojnë një pushtet në këtë formë. Ndërsa, për këtë arsye ata kërkojnë që të shkohet drejt një ndryshimi regjimi. Shpresa ishte që pas revoltave që u bën në janar, ndoshta sulmet, dhe kjo ishte shpresa, ishte ende e ngrohtë, do thoja, atmosfera po valja protestave, dhe ata menduan që duke goditur dhe individët që ju kundërvuan protestave, edhe me forcë, menduan që kjo mund të ngjallte reagim nga... Por nuk ndodhi. Por natyrisht ndodhi në një popullsi prej 90 milion banorësh, nëse mund dalin edhe 200.000 ose 300.000. Po edhe 2 milion. Edhe 2 milion, ndoshta kërkohet një masë kritike shumë e madhe për të synuar një ndryshim regjimi. Zoti Gamberi, në një aspekt më të gjerë, si shikoni Kinën dhe Rusinë njëkohësisht? Ishte një hartë dje në lidhje me Tajvanin, territori deti mes Kinës dhe Tajvanit ishte i mbushur me anije kineze, në pjesën e prapme të ishullit ishin anijet amerikane. Mund të ketë një efekt zinxhir? Nuk besoj që do të ketë një efekt zinxhir. Tajvani dhe Kina janë aty prej gati 80 vjetësh. Natyrisht Kina gjatë se periudhave që ishim mbasi bëri shkëputjen e madhe mbas viteve 78, pra mbas atë që quhet reformat e ndryshimit të madh të Deng Xiaopingit, edhe mbas viteve 2000, që ishte 20 shekullin e parë të këtij shekulli, Kina ka bërë ndryshime të jashtëzakonshme në pikpamjen ekonomike, duke marrë e përsi në disa sektor strategjik. Sot siç janë teknologjia e lartë, energjia e gjelbër, inteligjenca artificiale, robotët humanoid, e kështu me radhë. Madje në një artikull që kishte botuar para pak ditësh një nga analistët kryesor të CNN-it, Fareed Zakaria, thoshte që tërheqja e Shteteve Bashkuara të Amerikës her pas here në konflikte të lindjen e mesme i ka humbur prioritetin për të parë zhvillimet në fushën ekonomisë dhe pastaj në një moment të caktuar gjendet përballë Kinës që ka ecur shumë përpara dhe e kap nervozizmi dhe bën gabime edhe vendos sanksione pastaj ose bën gabime strategjike. Pra, kjo është situata që ne po përjetojmë në këto momente. Kina është shumë e qartë në objektivat e saj, dhe kush ka parasysh edhe mënyrën se si funksionon
qeveria kineze. Ishte një deklaratë shumë interesante e ishte kreu të Këshillit të Sigurisë Kombëtare para disa ditësh, që ka thënë që Kina nuk sulmon askënd, po nëse dikush do na gjuaj me një predhë, nuk do t'i japim kohë të gjuaj predhën e dytë. Pra, ishte shumë e qartë mesazhi, ishte për interpretim, dhe mbi këtë rast, ata dhe për Tajvanin ka një qasje, si thua, shumë të përmbajtur. Natyrisht, her pas here japin të kuptoj edhe opinionit publik ndërkombëtar Tajvanit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që Kina është aty, dhe kjo justifikon edhe arsenalin e madh ushtarak. Kina konsiderohet një nga vendet që ka arritur në mënyrë të dukshme buxhetin e saj në fushën e mbrojtjes, është në 3-4 vendet sot, jo thjesht për shkak të madhësisë së popullsisë, por edhe për shkak të mundësive buxhetore që ka, është më për shkak të zhvillimit ekonomik, dhe konsiderohet në 3-4 vendet e para në botë përsa i përket shpenzimeve ushtarake. Dhe kjo, si thua, i ka dhënë mundësi Kinës ta shtrijë ndikimin e saj në formën e saj tipike kineze, në atë formën e padukshme, pa shumë zhurmë, në qetësi, duke punuar, qoftë në Amerikën Latine, qoftë në Lindjen e Mesme, qoftë në kontinentin afrikan, po madje pse jo edhe në Europë nëpërmjet iniciativës një brez në rrugë të rrugës Mondafshit, pavarësisht se Europa ka tjetër qasje kundrejt Kinës. Por Azia dhe Afrika... Dhe madje shumë analistë përpiqen që ta shohin gjithë të përstjellim ndërkombëtar pikërisht në raport me fuqizimin e Kinës dhe reagimin e nervozuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që elefanti që është në dhomë tashmë duhet gjetur një mënyrë për të mos lëvizur ai lirshëm në dyqanin e qelçorinave. Dhe për ta mbyllur, roli i Rusisë është disi i tërhequr apo për faktin që ka problemet e veta në luftën me Ukrainën? Besoj që roli i Rusisë gjatë këtyre zhvillimeve, se kanë qenë disa zhvillime, unë besoj që duhet lidhur me atë takimin e vjetshëm të 15 gushtit të vitit 2025 në bazën ushtarake të Arlingtonit në Anchorage, në Alaska, cili ishte një takim enigmatik, do të thoja, me Donald Trump, që ndoshta ai takim ka përcaktuar një pjesë jo të vogël të lëvizjeve që pasuan në politikën ndërkombëtare, ndryshime të konsiderueshme, pra një lloj miratimin heshtje i mjaft për këtyre zhvillimeve që po i shohim tani, dhe do të shohim më pas, sepse janë disa konflikte që po zhvillohen paralelisht, siç është ai i Ukrainës, siç është edhe Pakistan, Afganistan, pikërisht ky tashmë Iranin, ende Gaza, pavarësisht se ka një bordë pa ende, nuk dihet se çfarë zhvillimesh do të ketë, dhe do të shikohet se si do të jetë veçanërisht në rastin e konfliktit me Ukrainën, nëse do kemi një marrëveshje paqe, po shohim sa shpejt do të përfundojë konflikti në Iran, dhe ju besoj keni vërejtur shqetësimin që ka presidenti Ukrainës Zelenski përballë kësaj situate, dhe kam përshtypjen që ai ka parandjer që ndoshta mund të ketë qenë vëmendja është vendosur. Jo thjesht vëmendja, po ndoshta mund të jetë dëmja ansori i këtij konflikti. Profesor Gamberi, faleminderit që ishit në studio, faleminderit për gjithë ato sqarimet e sjella.